Mirë se erdhë dashur miq, episodi 3 i La Bomba Podcast. Një lajm shumë zemërthym. Senaja nuk do jetë më pjesë e La Bomba Podcast, sepse ma ka përzon Edi Rama. Edi Rama, burr shtetit, trujt zoti që ma hoqe qafet. Seno, për shnes kudo që je vlla, e di se ne bëjmë shaka, inshallah të përjetmar, qa do që të kesh nevoj, vetëm bjeri telefonit, se do përgjigjet breshka, gjithmonë. Kemi shumë për të folë, po që kam një super të ftuar, ose të ftuare, po që e du fort, nuk e keni idenë se kush është, do e le surprizë. Po të flasim qik, vetëm për botnorin, një 2-3 minuta. Gjermania, Denis Undav, 2 gola, pak minut funit 2-1, u duk si kur e lëshoj lojen. Po këto 3 sulmusa, qa po bëjnë olla? Messi me 2 gola, Mbappé me 2 gola, Ronaldo me 2 gola, qa po nëllë? Po njeki njëri tjetrin. Messi, lojtari i vetëm që ka shënu 18 gola në gjithë historinë e botënorit, golshënuesi më i mirë i gjithë historisë. Po nuk do e le Mbappéja. Lekët e mia janë për Mbappén që do e kapin këtë edicion të botërorit. Mund ta thynë rekordin e tia. Gjë shumë e thjeshtë. Po si ju duket djerë? Maroko, ekipi më ka lizi që unë kam. Tamam dark horse. Anglia ime, lunë edhe pak. Tani për momentin po lunë Portugalia 3-0, Ronaldo me 2 gola si që folëm. Uzbekistani mirë, po prap Portugalia e ka rriti fije nivelin. Shumë mirë. Argentina nuk duket si kur po ha gol. Sa neshi u ban pa gola. O zot na ruj për neshjen e tretë. Si do e ven qunat, njësh jo gol o njësh gol. Unë e di se si do e ven s'ke din time. Kjo është e rëndësishme. Po shofim qik Ronaldon, po ecën Ronaldo këtu, e gjujti? Jo, jashtë. Ishte totale kundërta. Protesta. Letra e hapun e Rams erdi. I qik me vënes, po erdi. Kam qef që edhe ato njerëz, o Bredo, këtë s'kuptoj unë. Po mirë ma vlla, ka shkru letër e hapur Rama. Hajde se unë jam për të mirën tu e gjitha. Po kush i përfaqëson ato njerëz tash? Kush shkon aty? Po kush i shkon? Po pse më përfaqësu ti mu për shkak? Kam ardhur nga Lezhë, jam unë pro popullit. Po pse më përfaqësu ti mu? Kush je ti që më përfaqëson mu? Si do një gjonë në 200.000 njerëz? Se këtë se kuptoj ju. Po pra, pse më përfaqësu ti mu? O vlla, ose po flasim shqip ose s'kuptona. Kena ardhë nga 10 qytetet ndryshme të Shqipërisë. Në rregull? Janë i 100.000 vetë aty? Ai ka thënë ka shkruajtur letër hapur. Hajdeni po ju shtri dorën se unë po punoj natë ditë për Shqipërinë. Tani, si do i një gjojnë? Kur do i përfaqësojnë? Pra ne e ka pa kameramanin tem Bradyn që e du fort, Brady, po nuk mund t'jepet dërheqja para se t'ni gjohet. Se këtë s'kuptoni ju. Si tani, me marrë ju mund shpi, me më thanë le shpi në shoku jem, sepse nuk e ke ba gjellën mirë si duhet. Jo më shoku jem, pritni, kur të marrojnë, shkoni të votimet, që si jeni zotë dhe mune një ramen, gja shumë e thjeshtë. Si, nuk po e lill, 2+2 nuk më bajnë 4. Nuk e di, mdel njeni me qeleshe ta në kohën, kush ashtaj marrë vlla? E du më podcast se zban, që se jetu më pa më shoku jem, hajde foli fije më podcast se kush je marrë vlla, se të kanë marrë njerës si kur je, agenti i huj, o shok. Hajde marrë vlla, sa du dal boja. Sot më duke, doli i gru, doli kunder, live edhe i hike si mi. Po zban ashtu më shoku jem, hajde ti që je me popullin e thjesht, na tërgo, kush je tek je? Ja kush mori. O, kush mori, kanë përzan, më kanë thanë. Ka përzan Edi Rama. Ja ku jeni dashur miq, Senon e ka përzan Edi Rama, atu lan shtetin. Ku jetu shku, par zotën, ku jetu ik? Ku jetu marrë azil? Mi shite mu aksionet, Po nejse, po
Edhe breshka mi shiti aksionet, po e ka kamën e thyme shkreta, s'munet asa jo. Ej, e rëndësishme është vlla që ti mi këpritun sajer, dush vlla venin e ke të rujtun, po s'ke, nuk ke rogë këtë rallë. Ti ku roga, ke pa drejt rogët. Inshallah të prijet marrë kudo që jetu shku vlla, vetëm Meksik kudo që t'jesh vlla, mos unal, vetëm hik në Amerikë direkt. Ej, a më duket mua po thjesht është sikur ato njerëzit vlla që janë smurë dhe marrin punëdhënësin telefon, fal jam i smur, mos e ke ballet ti kështu valla. Duhet me hik diku në smujtë me më than tamam. E kena nis, jena në minutën e 7 vlla, jam të fol me breshkën e me kamerën e me popullin, a kupton? Kështu që e rëndësishme është që ja, shiqyr, po kena një super të ftume speciale, nuk mund ta them se kush është, do e zbuloni shumë shpejt. Edhe me qëra fjala, DJ Dua. DJ Dua është të pi cigare, shoku jam në rregull ai. Thot shiqyr, a di si thotaj, sa herë vjen këtu thot Rogerti që shiqyr që ma boshatis thot se nuk shërbej. A kupton? Dashur miq, Senoja do mu ardh prap të puna, po nuk e marrim ma, mos vin keq e vlla. Ej, a do me i fol brejtit ma, edhe ky të merr malli për ty. Seno, si më i ke gështu more, si më i ke gështu. Presion. DJ Dua. Mori telefon FBI në nuk prije. Ej, Oseno, a do na lesh bëjmë spektaklin vlla se i shtu me ty vlla s'kena gjanë Terezi. Vlla, suksesi varet vetëm te leftaja vlla, jenë rregull vlla. Ti, unë prita për me marrë lek të episodit, DJ Dua, një super akull me limon. Sepse do ha pijen timet preferum. Kush është pija jone preferum? Hendrix, baby. Hendrix, e vetmja kompani që e ka originalen është Dua nga Krako. Dua kafe nga Krako. Kanë shumë pija alkolike tjera, por si Hendrix që kanë këto, nuk e gjeni askun. Ju kam thënë edhe herë, ju barista që e mushni me atë tjetrën, kujdes, se ju njofim, a kupton? Kështu që Hendrix original nga Dua dhe Krako, respekte. Edhe patjetër vlla, patjetër. Je shumë i mirë Seno, falendero popullin, falendero Bredin, edhe falendero gjithë të fanca që janë të pa. Ja. Qa ke hum ti e shoku jem, hik tash, hik. Atëherë, dashur miq, ja ku jemi me La Bomba Podcast. Dua kafe nga Krako, kanë Hendrix, pija më originale që ekziston në Shqipëri. Finished, bani çfarë doni. Po DJ Dua, po kastravecin më. Nuk e pijun pa kastravec, o vlla. Po kastravec, o vlla. Qa? Kujt ja kanë gjyt? Ja kanë gjyt Rams? Kastravecin? Jo. I kanë marrë protestuesit kastravecat? Wow. A ishin shqiptar pak në kastravecat, Allah, se mos ishin tuj nga Spanja. A e di se është importuesi më i madh i kastravecit Shqipëria Spanja, e di që? Po ja them unë, Spanja. Hendrix, respekte, po më duket vetja sikur ka marru bota, jam vetëm unë duhet të fol si budall. Respekte tonë që po më shifni. Hendrix Thomas Henry, e vetmja ujtonik me pak sheqer. Se kur thash unë jo sheqer, ishte rën, pa me pak sheqer. Ju e dini që unë sot kam një të ftuar ose të ftuare speciale. Kjo lloj femnet nuk ekziston më. Do e shihni këtë jetë
dhe nuk e keni më asnjë jetë tjetër. Kjo është ajo femna që i ka thënë topit me msha kush mu babën. A di qa pres me ju ba. Kjo është motra ime. Nuk ekziston tjetër kush që është jashtë vllajt biologjik? Se unë s'di Shqipëmirë, ju e dini. Jashtë vllajt biologjik jam unë, po është edhe i tjetër që konkurrojnë, po ta shohim. Dilja, po jemi... Hello. Nuk ka marmalli. Hajde se... Sa shumë kena me fol, edhe do i tregojmë këtë tana çka kanë. Se ti e din Po, patjetër. unë jam kështu, spat kres. Ke gjetë njeriu në duhur. Tani, si mysafire, jemi këtu të dua kafe. Kam dëshirë që të ras me një super matcha kafe cold, e ftohtë. Nësi pres ta provoj. Po? Edhe së dyti ambienti është shumë i bukur. Po ku ka gjë më të bukur se në lokal direkt me ba podcast më bënesh. Shumë i bukur. Di si më duket në kur të fusin aty sigur je i myllun. Jo. Është tjetër gjë këtu. Është lirshëm sikur jam në kafe, Open nuk mind. ekziston asnjë gjë tjetër. Kështu është personaliteti im, open minded. Shnet më parë, po si je? Mirë. Me shnet? Stop. Dukesh ylli, ja? Faleminderit shumë. Kemi shumë gjana për të folë, se unë në fakt me të thënë vërtetën, që se është një person që e ndjeva mren që i kishte shumë afër mejet, po jo ka shumë afër këtu jashtë, je ti. Dhe sinqerisht të përgëzoj dhe të përqafoj për personalitetin që ti ke. Nuk e ke idenë sa shumë pas ke bati mu këtu jashtë që unë s'kam ditë gjë. Mjaftoj që e ke marrë vesh jashtë, pastaj Ke ba shumë? pastaj është më mirë kur jo çdo gjë tregohet. Po. Jo, ti në fakt ai ke ka jetë me thënë- vepra. Më mbro aty ku s'jam, sa aty ku jam mbrohem vetë. Po. Kështu që ti aty ku je mbrohesh vetë. Ti për mua ke tregu vepra këtu jashtë edhe unë jam shumë borxhli ndaj teje dhe do zoti ta shpërblej. Ti ke bërë për mua, pa kam bërë unë për ty. Nëse ti s'do më kishe respektuar, edhe unë s'do e kisha bërë. Ta them Kështu trosh që- me që foli për këtë, unë do të bëja një pyetje. Sinqerisht atë natë kur të erdhi ajo lloj mënyre e largimit nga shtëpia, unë e ndjeva sikur të kam marrë në qafë me lojën time tegër. Absolutisht jo. S'ka lidhje. Fare po fare. S'ke lidhje ti. Përkundrazi, unë e kam shprehur dhe jashtë që një ndër gjërat më të bukura që unë do e mbaj mend këtë rrugtimin tim në Big Brother, ka qenë rrugtimi im me ty, edhe me të tjerë, po me ty që e kam patur shumë fare afër dhe unë harrova që jam në Big. Mendova që kam gjetë një mik Po, në jetën time dhe do flisja për të për çdo gjë që ndodhte. Për zotin Livia nuk e ke idenë sa ditë kur fliqin e morim qafë, këtë morim qafë, edhe në fakt, aty në qëse jam konshient, ndihem si kur unë kam marrë në qafë, pavarësisht se ti thu jo, unë prapë Absolutisht jo. ndjej ashtu. Nëse unë do e ndjeja ashtu nuk do të mbështesja jashtë. Por nuk jam dakord me atletët që të erdhi ashtu, më mirë të bashin televotim, e thjesht, a kupton, del filanja dhe në rregull. Po, si Si e çdo- bën si letër ashtu? Si çdo mu nuk televotim pëlqeu. tjetër. Po. Mu nuk pëlqeu, doshin Absolutisht. përmet single out. Unë munduan të më veçur. nxjerrin bukur, por dola për mendimin tim më keq. Nuk Ta nuk themi më diqa, pëlqeu, kur por analizoj lojën tane jashtë, kjo është si burnesh e ke dalë si luanesh. patjetër. Unë do e veçoja si një ndër femrat e vetme që është futur me kokën lart dhe ka dalë me kokën lart. As nuk jam gjykuar për asgjë, as nuk jam gjykuar për jetën time private, as për asnjë lloj gjëje. Domethënë, jam shumë e pastër në këtë lloj Ke drejtimi. kanë shumë vokaliste kur ke dalë, sidomos për marrëdhënien teme me ty, sidomos për Mirin, për Juelën disi, me Juelën Chanolli, se unë e di se me Juelën nuk përputhemi. Chanolli. Nuk përputhemi. Okej, edhe ashtu mund ta quajmë, nuk përputhemi. Nuk përputheni e motër. Pse? Se një moment ishit Livia kështu, Livia ashtu kur ishte mren, sa dolt jashtë, jo për fajt tanë, por për fajt tjetër kujt, dy Chanolli, këtë nuk e din bota, do kisha shumë qef që ta prekshim i fjesë. Chanolli. Po patjetër unë nuk kam A ishte nga e vërteta. arsyeja Miri, a ishte arsyeja unë, apo i madhi Seno? Absolutisht. Kjo ishte shaka kjo e funit Senot për shtesim va. Do Seno. t'ishe sonte këtu po kalla ndërheqjen. E ka përzonë Rama. Nuk mendoj ashtu. Ka marrë dhe kastravecat me vete, Seno në bje kastravecat. Se në gastravecat pakte në muri dhe. Unë Chanolli.
Me që ajo e ka prekur, se unë kam thënë nuk duhet flas për këtë gjë. Për zotin. Po, e kam dëgjuar, më kanë dalë tani mos të gënjej, më kanë dalë dhe më kanë dërguar njerëz videon ku ajo ka thënë që Livia më ka ftuar disa herë për kafe, unë nuk kam patur kohë se kam qenë angazhuar, ndoshta prandaj kam mbetur hatri. Vërtetën. Po, s'kishte lidhje fare kjo, sepse Unë mora vesh e vërteta tamam nga një mikeshe jemja, po, që në fakt e vërteta ishte që atë natë kur dola unë, ti erdhe me më supportu, po. ndjenja e sipër, që ishte mase e mikpritu nga ana jeme, si isha me nuse, me familje, me vlla, me tanë, dhe ajo refuzoi për të ardhur, më duket. Jo se refuzoi, po tha du me nejt të deri në finale, se do të me pa kush e fiton. Që është masë normale dhe ajo ka drejtën e saj. Po sinqerisht, mendoj që unë kam kënë prishja që ju dyja jeni zonë. Unë njeva një xhelozi nga ana Joelës. Po, Po, dhe unë me mendimin tim dhe me të drejtën time, unë nuk i mora burrin askujt. As nuk i mora shokun askujt, unë kam vendin tim, gjithë secili ka vendin e vet. Kështu mendoj unë dhe kështu e shoh unë. Dhe atë natë kur dola nga Bigu, më mbrapa e pash që, okej, prita që Juela më përmendte ashtu si dhe ti, sepse unë njësoj kam ndejt dhe me Juelën, nëse e bëri pak më rrallë, vetëm kur e përmendje ti dhe kur e kujtoje ti emrin tim, pra jo një misi nga ana e saj, po misi e përbashkët, domethënë që isha unë dhe ti, dhe okej, unë prapë suportova, aq sa më takonte. Unë edhe kur qova parashutën, unë nuk e ndava nga ju, ishte e vetmja femër. Dhe kur kam dalë jashtë në permisione, mua më kanë thënë të gjithë që ti e vetmja gocë, që kur ke dalë jashtë, ti ke mbrojt Joelën, sepse asnjë se ka bërë. Se s'ka pas shoqëri. Aty mren, apo më thuti mu që ndoshta ajo të ka mbrojt për moral, vetëm si o burrat duket mirë në kamer. Tani kur i shoh gjërat mbrapa, mendoj një gjë tjetër që s'kishte ku të më çonte dhe s'kishte ku më çu. Po. Se në fakt ajo aty mren gjujti edhe për atë rastin e si ishte ai rasti. Ama për atë rastin që ishte për Birkenën, rasti Birkenës. Po, unë mendoj që jam është biseksuale. Unë mendoj që jam mjaftueshëm me zuar dhe mjaftueshëm gocëtrime sa gjërat që kam për t'i thënë vetë i them vetë. Dhe këtë e kam vërtetuar. Po zonë ke vogël, kështu që s'pëlqeu që ta përmeni? Jo, ja kam thënë, ja kam shprehur mbrapa që nuk më pëlqeu që u përmend emri im kur unë s'jam prezente, se unë nëse do doja për të thënë ose nëse kisha diçka për të thënë, unë e thoja vetë. Por gjithsesi jo, nuk ka pas lidhje kjo gjë nga me këto gjëra që ndodhen mbrapa. Ditën që dole ti, unë sapo mbaroi, domethënë u dha finalisti, po, unë pash që çeku jot ishte tek rrjeshti i parë, ku ishin ulur të gjithë ish-banorët. Dhe e pash, direkt i shkujta Engjit, nusës tate, dhe i thash që, hej, çeku i Rogertit është këtu, dhe unë doja ta takoja. Dhe më tha, okej. Në fakt ishte ti që ma prunë më duket. Po, unë isha që e sova. Livia më ka pru çekun. E Sytën mora. punë se më tha banka, uba bank, tha zbanta. Është falso. Po pres akoma. Por Akoma nuk i marrë. akoma. Okej, presim. Do i marr pllaka shumë shpejt. Okej, shpresoj ti marrësh. Edhe unë erdha për të pyes, thash unë po iki, po largohem. Nuk më ktheu përgjigje, ishte duke festuar pjesën e fitores. Unë ika, u largova dhe erdha drejt teje, sepse unë në ato momente ndjeva që njeriu që unë kam më afër dhe e kam mbështetur dhe e dua është Rogerti. Thank you. Dhe prandaj Edhe unë sinqerisht e kam ndjer dashurinë shumë mirë mrena, që nuk mbishe edhe kur unë lusha mensh, ti e di shumë mirë. Po, unë e kam thënë gjithmonë. Unë ta kam thënë gjithmonë, ti më bjerë, unë nuk do të bjerë. Dhe në fakt ishin 2 herë që ne s'jemi kuptu, po unë prap bosha atë çmendurinë time, dhe ti thoshe Rogert, unë s'bëja si gjatë. Sinqerisht e ke treguar te aty mren. Po. Po ka kënë momente shumë bukura kur ishim aty te pishina bashkë se harroj kur. Edhe unë kur. Kur. Ai Ishte një moment shumë i dashur për Po, mua. një ndër momente që do ngjelet në tim besoj gjithë jetën. Po ka herë aty në shtëpi, po bane shumë duke siguri e falso. Këtu jashtë, ke tregu veten edhe jashtë për mua. Absolutisht. Gjithë përgëzoj shumë. Tani, si duket e ke provu këtë maçin? Tani. Tëndërënënënënën. Zuar do e bëjmë? Po patjetër. Për Respekte misin ton që nuk u për bëj misin shkurt. ton të përhershëm, edhe i thash, të lutem Livia me ardh se unë do e mbyll edhe 2 episode dhe ikim. Se s'na përballojnë dot më këtu me alkool. Maça. Ju betohem, nuk është reklam, nuk keni provuar kur nga Maça Dua Kafe, pije më të mirë se kjo. Ju betohem. Kjo është për reals. Ja, Seno,
E hupe shansin, doli Livja në rill para teje të vlla, ç'a më thon. Të lutem dhe një me vete e dua kur Po tjetër, me vete, direkt, për nesër, në frigorifer. Jo për frigorifer me vete. Edhe pi rrugës. Për ne jena këtu ne. Nesër mjes Shumë motor e mirë. ke kontratë tani Shumë jetën. mirë. 6 mjesit. Tani, Livja. Po na thuj që nga jeta private e jotja, se ne nuk bim as i gjë. jeta private Po. imja. Na thuj një ditë normale në jetën e Livja Lozit. Nga Unë- hanët e premte, mos na trego fundjavën se e di. Unë kaq ditë ju them që shumë shpejt do më shihni çdo ditë. Po çdo ditë ama, më doni apo s'më doni, në televizion. Kaq. Që ishte ky lajmi? Kaq. Televizion me program para asaj tjetrës. Ajo tjetra e jeshtë se njoh. Digje fare, unë jo vetëm ty. Program. Në televizion, unë nuk duhet flas më. Po edhe kaq. unë u qava për i program, kam një super program me sfida, me kalamaj, me babalart, me... A quhet mamallare? Jo. Me mamat. Me mamat. Kam një super program, që se është në i kanali interesum, direkt bombes telefon, vjen direkt me projektin në PowerPoint. Duhet me më pagu për me ju a prezentu ndaq me edit. Pra unë i du lek para vadjo. Çdo gjë me pagesë. Çdo gjë me pagesë. Këtu jetojmë në, Shqipëri. thank you, në Tapiz. Në Tapiz. A ne tapiz i kena pa lek. Kuptojni, i kërkoj falje Rushes, babs, Livjes që s'ka marrë me e taku, të premtoj, do të takoj maksimumi, mjep kohë dhe 7 ditë do vi me të taku. Të lutem me fal, të kërkoj. Rëndësi ka që keni folë me njëri tjetrin edhe. Po, kemi jeni folë. përshëndetur. Shumë e vërtet, jena përshëndet, por sinqerisht do vi se s'bën te restoranti. Tani, Jemi Livja pritur, Lozi, Po. dashurinë e gjo, Jeta private, ngelet private. private, se je yll kështu. Faleminderit Unë shumë. ty të kam motor, edhe kur të vinë dasëm tane, unë të pakten 10% pasurish du me e shkryja të ma. E rëndësishme është që na gjej një të hajrit. Po. Tani për me gjetë jo të hajrit e kishim marrë, s'kishim prit kaq. Kemi prit kaq që të marrim të hajrit. Me njofje, Por që jemi në rrugën e duhur, kjo ka rrugën e rëndësi. duan. Jo si disa që thonë, e kam, jo s'du, jo kështu, ti thu jem kone du, Jam në rrugën e duan, duhur. është ne. Po, kaq. Po, Pastaj gjëra të tjera nuk kanë se i din to, i din vetëm unë dhe ti. Normal. Unë di pak, po jo shumë. Tani, du me prek një diçka shumë delikate. Po. Nuk e dia mu ba qefi, me të rrejt që mu ba qefi, mu nuk me ardhi mirë. Kur të pash, se unë e di, ke qenë edhe te koncerti i Dom Fenomit, Po. dhe ku knovo unë kangën ala e Dubai. Edhe ke kërcy, edhe ke kenë super e knaqër. Kanë dalë video, edhe as edhe një portal nuk ka thënë që je dashuru me Rogertin, ose qa po ndonë mes Rogertit dhe Livjes. Tani, ajo me mirin, mu si Rogert, u shokova pse shkrushin ato ashtu. Na trego atë histori. Pse shkruanin ato ashtu, besoj që ti e ke provuar në lëkurën tënde sepse shkruajnë portalet gjëra të pavërteta. Po, Se kanë bërë edhe për ty, jo Po jo, vetëm për mua. kanë shkruaj gjë për mua. E kanë bërë edhe për ty Që çfarë tani, shkruaj? e kanë bërë edhe Jo, për ty. Unë nuk dua të Për zotin s'ti gjë më thuj. E kanë bërë edhe për ty me Juelën. Jo, mren, kam kenë mren, unë ka kenë loja. Edhe jashtë kur keni dalë që keni bërë atë podcastin e fundit, domethënë te fan klubi, edhe aty jeni Jo, po përfolur për këtë gjën. Kur ka dalë ajo, jo unë. Kur ke dalë edhe ti. Jo. Po, po si tjetër me shikon. Po thu tek ajo aty Fan klubi. te posti. Po, post. Po fan të klub. posti e deklarova vetëm, unë e deklarova. Ju doli klipi, Isha dhe? beqar, Ajo isha që beqar. pastaj? Direkt shkosha mas saj. Por unë s'jam beqar. Unë po të flas për ty, që je beqare. Po dhe ai Ti si isha shpeshar. të kërcy, tu i bati fëzllak. Thunën çapo Unë në Sivjes. Unë po kërceja në Po. shefin tim, në tavolinën time, isha me njerëz mi, isha me motrën, isha me Mikesha, shkuam për shef, absolutisht dhe për të respektuar mirin, sepse më ka respektuar dhe Më ka ti e ftu di dhe që mu, më ka unë ftu jam, dhe mu. po, ti e di që unë jam ajo gotë që nëse më respekton, nuk mundem Patjetër. të dot pa ta kthyer. Po ti je gangstere, se di shumë mirë, se ke problem se çfarë thonë 1 milion Absolutisht, portale. absolutisht. Në moment që unë Unë jam du e me pastër kuptoj. vet, nuk kam asnjë lloj gjë dhe të betohem Rogert. Atë natë unë as dorën u jap dhënë Si ke mirin. dhënë dorën? Nuk e kam takuar. Përsheti, çfarë kaçurrele, vetëm Po. pjesën e Po kaçurrele. sepse ai po këndonte një këngë për Kaçurrelcën dhe tha ku kemi lidhjen tha Kaçurrelcën më të bukur të shtëpisë Big Brother dhe jashtë. Dhe aty isha unë. Tani ai Në ka mo- qefi fije, si që kena akuzuar aty mren, që dën kështu, dën kapo, rapa, you know, Shiko. kam shoqe, you know, edhe keq Të kuptohet ajo. betohem, o Rogert,
nuk e se nuk dua të bëj bejko. Kemë nevojë se unë të njoh. Ti e din shumë mirë, realisht miri kur në jetë të jetëve, as brenda dhe as jashtë, kur nuk më ka thënë një fjalë më shumë se ç'duhet. Edhe për mua i keq. Kur? Fare, Nuk e kam ndjer këtë gjë kur. Unë jam femër dhe unë e di kur dikush më ngacmon dhe kur dikush më thot një fjalë ekstra plus për ngacmim dhe e kuptoj kur dikush ma thot në mënyrë shoqërore. Dhe di ta dalloj këtë gjë sepse jam gocë, tash e kam provuar, e kam gjë të prekur. Po. Kështu që nuk ka ndodhur kur kjo lloj gjëje. nodhi Është të qartë të gjithë. Nodhi Nuk ka ndodhur online? kur, po. Si ishte reagimi i babs? Kupton, Livia çfarë nolli kështu? Të them të drejtën, ti e di se Mësu. të kam treguar dhe për pjesën e familjes time, në moment që unë flas diçka, ato kanë E besim 100% të plot tek unë dhe Jen rregull. nuk e diskutojnë më. Jo sikur ajo tjetra. Që tha, familjen e kam kështu edhe, opa, e dim Familje- çanolli, e dim çanolli. Ti e ke parë edhe kur jam qenë brenda mbik, unë nga familja ime kam pasur vetë mbështetje, asnjë gjë tjetër. E imagjinoj as nuk imagjinohet. Por e konceptoj. Unë dola jashtë dhe ato e kishin mbështetjen dhe për ty. Hajde dil me modër ti, jo dil. Po kështu direkt kështu, fluturon. Po jo, nuk e kisha prit me më thënë dil, se do e kisha kuptuar vetë, e do kisha dalë. Absolutisht që po, kështu Me isha. mirë një taku? Mbas natës fundit të koncertit, jo. Nuk Jo, jam takuar më, jo. Nuk Po jam- jemi taku një herë jemi- duket se ka dalë në Po, rrugë. po, që kemi jemi pi takuar, kafe. po, jemi takuar një herë, po kështu, do të thënë mbrapa jemi përshëndetur, kemi shkëmbyer ndonjë mesazh, Po, po, po po. nuk e kam takuar. Se do kam qenë në zënë me punët e mia Po, dhe normal. mirë ashtu po ashtu me koncertet, kështu që nuk kam patur. Jo. Them të drejtën, nga Bigu nuk kam patur kontakt me asnjë. Përveç mirit mu, Mirit ty. Patjetër, se mos harroj ndonjë. ju Elen që i ke thënë, Jo, Ilen shku nga mund. S'ka asgjë Ilen. Ups, ups, është emoji ups, është ai majmuni që vën dorën kështu, ups. Jo, mas një gjë. Si- Thjesht, po t'ishte ashtu që unë ftoja aq shumë njerëz për kafe, nuk më vinin dhe unë isha nga Instagrami, ju lutem kur t'ju ftoj për kafe herë tjetër, hajdeni se Po, ju ish nga Instagrami, kaq po ju them. Tani, me Juelen, a mund pini kafe? Mund me dash Juela, Olivia, takohemi pim kafe? Shiko, unë nuk jam vrarë. Absolutisht. Pra, është mase Unë jam open, shumë është e hapur. misore, po mua s'më pëlqejnë gënjeshtrat, vetëm Nuk kaq. pëlqen. Thuaj të vërtetën, nuk ka asgjë. Ka gënjur ajo? Në lajmin që kishte dhënë pra që më ka ftuar disa herë për kafe, po unë jam me zën dhe unë nuk dal. Se unë s'kisha punë tjetër, unë vetë thoja njerëz për kafe dhe Juela ishte zën, po ne tjerë ç'a bëjmë? Kështu që nuk kjo s'është fare po fare e vërtet. Nuk e di. E rëndësishme është e di ti. Unë kam shumë për të thënë, po nuk e di. Fakt me të thënë vërtetën, me të ftuar në podcast duhet me pyet Livjen. Si gjithmonë, Si gjithmonë. si gjithmonë E vazhdon Bigu. kupto që më ke bati mua aty në big. Mos mi fola ti të më the. Kaq, si fola mames, a marrë me si e trajtosha. Vajme. Shpërthim, Më kanë thënë dhe njerëz jashtë. o shpërtho. Ashtë si tip aktorit ai. Ka fillu se e një kështu ka herë kështu kur më del. Ashtë si tip aktorit, si tip kështu indianit ala. Rritë ba indianit, indiano. Se di fare. Ka gri kjo, ti ke gri. A ti të mos bëj fol thonë. Po, faktën besoj që e ke kuptuar nga unë jashtë që e kam bërë për të mirë, Normal, jo për normal, keq. normal. Unë gjithmonë të kam dashur të mirën dhe mos Normal. harro kur unë gjithmonë ty do të dua të mirë. Gjithmonë, gjithmonë. Gjithmonë. Në banor tjetër asnjë, siç the, Jo. Nuk kam patur fare. futbolli. Flasim çik për botrorin. Si e ke bezë nga keq. zero te i Qina, atë dijenin e përgjithshme për futbollin, si e? Për zotin, nuk jam shumë Ronaldo mirë në nga një. po patjetër Ç'a një. numri ka Ronaldo? 7. Bravo. Messi në një. Po një po numrin nuk A, jam ku di. je numri? Plus 3? Plus 3 për 7 plus 3? Sa bën? 10. Oj, 10. Tani, flasim edhe për një tjetër. 10 minus 1? 9. Harry Kane. Harry Kane. Edhe jo shohim Anglin. Anglia, Ghana. Ti është di që kur shkoj te lokali babit, Aha. është po me të njëjtën atmosferë si këtu te dua, me televizora dhe çdo kundër sporti. Çdo kur, ne? Po, dhe është tifoz i çmendur. Qa keni pas gjuhën e gjatë për futbollit. botënorin? Kush do të fitojnë? Ose me cili jeti më shumë? Mos thuj me tapizën. Me tapizën, gjithmonë me tapizën. Tapiza Football Club, botënori është i joti. Dhe përvejnë e tapizën, s'kam që u bëj. Gjithmonë vetëm me tapizën. Ej, një sponsor i dashtun që e kemi harru për ta thënë dhe nuk e harroj kur, është
Suit House by JB, your number one baby. Shkoni gjithë maturantët vishuni. Suit House. Janë super cilësi. Okej. Është sponsor i imi që më vesh mu perfekt sa herë kam nevojë për kostum me. Okej. Arredime perfekt. Është edhe për meshkuj dhe për femra. Për meshkuj, për femra edhe mund t'jetë, mund veshësh si mashkull, pa problem. Jo, unë po Po ti pyes ka shkon për veshje. shembull mu vesh fa. Më shkon, okej. Sidomos Do vi ta provoj. do vish ta provoj. Suit House by JB, shkoni gjithë maturantët, gjithë që keni dasma, nuk i bleni dot, vetëm me qira. Suit House by JB. Ky podcasti ja vleka të vika, vetëm të provoke pije kaq të mira. Edhe i bëjmë thirrje gjithë bizneset që doni me instalu këtë makineri që bën këtë kafe në ginseng, është ekskluzive vetëm te Dua Kafe by Krako, nuk e gjeni askund tjetër. Kjo është Okej. gjashtë me thjesht. Dua Kafe na ka mundsu venin, Sena na ka mundsu mikrofonat, Okej. unë kam mundsu special guest. Okej. Me bashkëpunim bërë Me çdo gjë. bashkëpunim. Si ka mundësi, gjithë njerëzit që më kanë ardhur këtu, janë njerëzit që unë pak kam da shumë gjana të mira për to, edhe jam në çdo kohë të hapur, në çdo moment, në çdo kohë. Keti në ken nga Bigu, që thu, mira telefonit i ti personit, ose këtyne njerëzve, unë jam aty, gati ato janë për mu. A keti në nga Bigu. Po, Nga Bigu, me thënë të drejtën, do thoja unë ndoshta dhe gaboj, ose mund ta bëj dhe dikush tjetër, po duke marrë parasysh raportet që unë kam jashtë, unë do thoja që do më përgjigjete vetëm do më përgjigjej vetëm ti dhe Miri. unë dhe Miri. Po. Si ka mundësi, dy veta që të përgjigjen çdo moment që i merr telefon, duket sikur janë ftof, janë largu, qa ka noll. Pse është kjo? Kjo është shumë e rëndësishme. Qa ka noll, si ka mundësi? Këto dy, duket, nuk po them nuk shkojnë mirë, sikur i kanë largu forcat e planeteve të ndryshme. Pluto Unë me mendoj Marsin. Qa ka noll? mes teje dhe Po, qa ka noll? Mirit. Po, Unë as sikur mendoj- Rogerti s'është tu, është dikush tjetër që të bën Okej. pyetje. Unë mendoj që ju edhe po të takoheni tani, mendoj që energjinë dhe ndjesinë do e keni të Asnjë njëjtë. problem, direkt me Helen Chuff. Po, Sa mendoj është që rockstar baby, ndjenja do jetë rapstar. e njëjtë. West Side, Është West fiksa Side. ajo marrëdhënie që dy njerëz nuk takohen çdo ditë, po atëherë kur takohen janë të dashur dhe të sinqertë me dashurinë ndaj njëri tjetrit. Mos është kjo pjesa që un mund t'i kem prish punë të çmimi i madh ose dikush e ka mashtruar mirin para se të futet. Nuk mendoj që ti mund t'i kesh prish Jo, punë tek si kam prish? Respekte. çmimi i madh. Faleminderit. Nuk e shoh në atë mënyrë. Ti nuk i ke prish punë askujt. Jo. Kështu mendoj unë. Po. Sepse çdo njeri ka bërë atë që ka dashur vetë, nëse s'do donte s'do e bënte. Ti nuk i ke vënë kusht dikujt, as nuk i ke bërë presion që ti të bësh atë që të them unë. Pra, nëse dikush ka bërë ose ka marrë një mendim tëndin, ka dashur. Po faktin që kur shkova të mërë një rash dhe filloj përçarja. Po mos kisha shku unë, do u ndashin ato dy? Do e ndate ajo? S'mund t'ja përmena semrin. Do ndate ajo? Që për të fitu lojën? Sa ajo ishte Chelsea. Kush e ndate njëri tjetrin, fitote lojën. Kështu mendoj unë. Po. Pavarësisht se unë kam i 100 mendimet mia që mund ta fitoj atë unë. Po ka ikër si histori tjetër. Po, okay. Për ato dy, që sa ato dy kanë contention për me fituar njëri e tjetri. A do ndashin ato po mos i shohim? Them edhe jo. Jo, Them edhe Qa jo. thumi? E sepse ti ke bërë një lojë shumë të fortë në moment që ti ke hyrë. Pra vetëm po ti ishe budallak, mos kuptoje që ndahuni se u bë nami jashta. E ke thënë në këtë lloj mënyre. Për një sekondë tani se është momenti. Ginseng nga Dua Kafe. Ua, 1, sa e bukur. 2, 3, qetësi, gjithë ju që po na shihni qetësi. Ginseng, Dua. Managjeri i Duas, ja ku e ke Livjen për një super Dua, reklam. tani keni fituar dhe një kliente të re. DJ Dua. Tani nuk do vi vetëm për podcast, po do vi pi kafe. Ginseng kështu. mo. Ua, Ke parasysh kur s'do më hangër jem dietë, do me ja foti kafe me sheqer. Perfekt. Shumë mirë. Dua Kafe e ka ekskluzive ginsengun. Gjithë ju kompanit, merreni ato
sistemet, edhe ta bank makineria direkt. Në rregull, s'ke nevojë për naj barist mirë, se DJ dua, ja ku e kemi. Zbana i shkreti. E kam për komplimente, se kur i themi shkret, e dinaj, se unë e ky kena ba ushtrim bashkë. Livia Lozi, para se ta mbyllim, kam shumë dëshirë që të flasim çik për protestën. Po, kam Mendimet e marrë tua. pjesë një ditë, të them të Ke marrë drejtën. pjesë? Po, një ditë, po kam marrë pjesë në Prospekte, protestë. motër. Ç'ke bë? Jo, si gjë, fal. Kishe marrë pjesë si parti apo kështu? Po si gjithë të tjerët, Po, si popull, po Po? patjetër. Kam marrë pjesë sepse mendoj që ne kemi të drejtat tona dhe askush nuk duhet na hiqë të drejtat tona. Siç kryeministi ka drejtat e vet. Po mirë me Livia, me që fole çik serioz. Çfarë drejtat ka Edi Rama ty? Ça drejtash nga ishte Rama mua. Tani unë nuk dua të se nuk merrem shumë me politikë, them drejtën, por që nuk dua t'i futem kaq thellë. Po, atëherë tërhiqje që çfarë drejtash nuk më ka heq Po drejta, jo, por thjesht ma kanë mush menjen normal që disa kemi të drejta, huaj sepse- që vinë nga jashtë. Absolutisht që jo, nuk ka Eh? lidhje. Unë nuk ndikohem nga të tjerët dhe ti e di më Jo, së miri këtë lloj gjëje. Unë bëj atë që Po ndjej, çfarë bëre dhe ty atë që që ti ma ke jep aty? truri. Truri? Po, Truri është gjë e madhe. po normal. Normal. Duhet të jetë kjo, pastaj të tjerët. Kështu që po normal sepse unë jam e ndjeshme edhe për njerëz të tjerë. A unë Dhe shoh- ndikove nga njerëz tjerë që janë në kolektuj që shkuën noshta? Jo, absolutisht Jo, nuk ka lidhje, nuk ka lidhje. Thjesht edhe unë jam njëri shumë i ndjeshëm dhe shumë njerëz dhe kam dhe të afërm, kam dhe në lagje njerëz që nuk kanë mundësi për asgjë. Pse mos t'i jepet mundësia ose rasti dikujt, domethënë si çdo njeriu tjetër. Pse këtu në Shqipëri duhet kesh mik që ti të fitosh një vend pune? Pse ti në Shqipëri duhet paguash që ti të futesh diku apo të fitosh një çmim apo të fitosh një gjë? Mua nuk më pëlqejnë këto gjëra. Unë mendoj që duhet të jetë pak më drejt. Po këto Duhet jemi thonë, ta pak myllin gojën. më- Këto ta myllin gojën thonë. Po ekziston ajo, që është ajo portali për administratën publike, shko apliko aty dhe ke punën garantume, po ishe e zoja. Jo. Ti thua ato nuk ka ndodhur, funksionojnë. nuk funksionon. Okay. Edhe pse duhet që Ka kam dikush përsye faqe. Po absolutisht. Nuk funksionon. Unë mendoj që përderisa ecim të gjithë mbi këtë tokë dhe jemi të gjithë me dy këmbë, jemi të gjithë të barabartë. Dhe nuk duhet që është djali dikujt dhe ky të respektohet më tepër, dhe kjo është goca dikujt dhe kjo nuk duhet respektohet. Okej. Unë Atëherë, mendoj që këtu është pak miku, është pak leku, është pak mundësia dhe mua kjo gjëja nuk më pëlqen. Pse duhet çdo gjë kështu? Pse nuk duhet që dikush që e meriton, e meriton? për me zënë vendin e punës, e? Unë po flas për punë për veten time. Po? A ke aplikutit kanë refuzu? Po patjetër që po. Po, e? Po, pse nuk për pse nuk shembull? jep pse këtu jepet mundësia për punë vetëm atyre që duan. Po flasim dhe në raportin e në të dyve. Edhe Po, unë dhe si unë Fakt, dhe me si ta ti. vërtetën, Edi Rama duhet me më thirr podcast të vlla, se edhe unë du me apliku për punë, po unë s'di ku me apliku, se s'di shqip mirë. Çka ke bati për diasporën si puna jeme, që nuk di shqip mirë, por e kam dut mirën e këtij vendit, kam tana aftësitë në anglisht. Çka si mund të aplikoj unë më vlla, apo më thret në herë podcast ta flasim si funksionon. Edi Rama. Edi Rama. Tani. Këto që thojnë burg, këto flasin kot. Këtë janë të pasër. E rëndësishme është që se do me e heq diken nga pushteti, hik të vota bac. Jam edhe këtu unë, se domethënë Se me hikaj, se bëjmë këto. ne, po e marrë dhe veten time, ne që po dalim dhe po protestojmë, ne jemi ato që i kemi dhënë dhe votën. Po. Tu është edhe gabimi jonë, Po, absolutisht votin e është edhe gjënallar. gabimi jonë, po. Po. Është edhe gabimi jonë, ë? Por E rëndësishme është që edhe Brady, edhe ti ke dalë në protest për çdo ditë. Por që janë ca gjërat pa drejta, Robert, janë flasim Jo, hapur. Janë ca Po mirë gjërat e tani, pa drejta janë. pse i lat mrapan tani ato? Ato të shkret tani, me dati 20 u ban nami. Netën aty të shkret, derisa cofën për i copë sanduiq, që ja që Ilir Vrenozi. Ilir, respekte vlla. E rëndësishme është që tani s'kan as 500 veta që rrinë aty. Pse nuk shkoni ta në kohën? Pse nuk rrini aty? Çka ka ndodhur Brady? Çka ka ndodhur Livia? Unë mendoj po. Jena me shpirt thojnë këto dy kolegët e mi, këto dy shokët e mi, shoqet e mi. Respekte, inshallah ju prihet marrë çado që besoni. Por se dojnë një ndryshim e dojnë. Po ndoshta nuk është problemi Edi Rama.
Noshta problem është njerëzit që Edi Rama ka vënë në pozicione që kanë abuzuar. Janë njerëz të gabuar. Edhe këtë Shiko, unë nuk jam kam, me ty. unë nuk thash që e kam personale unë vetëm me Edi Ramën. Se nuk i ka çdo gjë dorë ai, sepse ai ka vënë dhe njerëz që të merren me këtë punë. Unë mendoj që kanë, prandaj po të them është miku. Dil prapë te fjala ime, sepse futen me mik, futen me rjeshta, futen me lek. Edhe futen njerëz gabuar. Dhe shkon ke spitali ti, dhe është fut një infermiere që s'ka hek 3 ditë në shkollë, edhe hajde ti të kesh shpresë që do të bëj ajo. Ta futën dhe gjilpane me dal polla ku që naq, he? Tani çfarë të them unë? Bjen edhe Janë muskuli. fut njerëz pra të gabuar. A kupton? Ti shef, unë edhe në televizione shoh njerëz që s'din të lidhin dy fjalë, edhe janë fut prezantuese. Tani, po më thot regjia kena edhe 3 minuta kohë, Livia Lozi. Unë po provoj këtë nuk di çfarë dua se janë aq të mira të dyja. Ginseng matcha latte Nuk e di. nga i vetmi DJ Dua Vaso. DJ Dua është Ju nana. shënduar. Është nana punës kur i bën këto kafe. Perfekt. Livia. E rëndësishme është që ti je aktore. Po. Nga 0 te 10. Sa shanse kemi që ne një ditë ty të shohim një super film? Nga 0 te 10, 10 plus. Kjo ishte pyetje me spec. 10. Ku do të shohim në kun? Në një film, në gjë? Po, në në film. Në film. Do në antagonist kështu të thjesht? Mos i tregojmë gjitha, se Mos ç'a i ngeli tregoj pastaj. gjitha. No. Livia Lozi du fort. Edhe Shumë unë faleminderit që erdhe sonte. Faleminderit Unë tim. knaqa, boll për shpirtin. Që ta dish këtu nuk jam profesionist. Nuk du me konkurua si gjallë. Mo dal bloz, mo dal keq, s'du. E bëj vetëm për qefin tim me njerëz të mi që unë i du fort. Edhe sinqerisht, ndihem shumë krenar që të kam njoft dhe do jemi miq për jetë. Edhe unë dua të them dy fjalë, Thank you. se mua nuk më pëlqen shumë ti e di të them para syve, ja. unë i bëj me vepra, por Ja. dy fjalë dua t'i them. Po. Faleminderit nga zemra për gjithë dashurinë që ti ke treguar edhe brenda Bigut, edhe jashtë Bigut, dhe një falënderim shumë fare i veçantë dhe me dorë në zemër e bëj për Enxhin. Thank you. Nusja jote është, nuk e di, janë femra që numërohen me gishta në Shqipëri. I appreciate that. Jam, Thank you. jam Faleminderit. shumë, po shumë e lumtur që kam njohur një grua, zonjë dhe një nënë dhe një bashkëshorte Faleminderit. kaq të mirë dhe për mua një shoqe. Unë do e konsideroj shoqe dhe jo thi nusën e Faleminderit, Rogerit. respekte. Kështu që- Ajo më ka shtyr aty mren fakt me të vërtetën. Ajo ka kanë arsye që unë nga shku në finale, këtë jeni të pastër. Edhe e rëndësishme është që ti e ndjen atë gjë. Po, patjetër. Edhe unë e respektoj jashtëmase si family në radhë A, parë. unë e di, unë Edhe kam për dalë me faktin ju, që pra e ajo kam ka parë. zgjedhur për të qenë shoqe me ju. Po. Këtë Me mua. e përgëzoj, patjetër. Që ta dini, do shohim nesër në anglisht tani. Okej. Gjithë që jeni ju, episodi 4 do jetë më i zjarrt, më i bukur, po jo si kjo. Respekte, ju dum fort. Ju Bomba përshakoj. hesono, bomba pasenon, se no. Shporru nga Shqipëria. Bëjmë shaka. Okej. Respekte.